Eksodi biblik I shqiptarëve të Çamërisë, pasi u përzun me dhunë nga shtëpitë e tyre pas masakrave të Napoleon Zervës, la pas dhimbje të madhe. Në atë vit të vështirë, shumë familje çame humbën të dashurit e tyre. 2900 vet, burra, gra, pleqe, fëmijë, ndëruan jetë për shkak të urisë, etjes, lodhjes e mundimit në një tokë në fshatin Klogjër të Sarandës, 13 kilometra larg pikës kufitare të Qafbotës. Eshtrat e tyre u prehën aty dhe vendi në kohën e diktaturës quhej Varreza e atyre, një tokë djerë ku shkurret mbuluan gjithçka. Me shumë përpjekje pas vitit 1990, Shoqata Patriotike Çamëria vendosi një gur kujtese për të gjithë ata që kishin humbur jetën dhe çdo 27 qershor I kujtonte në një pelegrinazh. Sot në kryeqytetin e Shqipërisë u përkujtua 80 vjetori I ngjarjeve të Çamërisë. Kujtes, drejtësi dhe identitet. Sheshi Skënderbej, pra këtu ku Hotel Tirana, në sallën Akernia Metin, komuniteti Çam, duke përkujtuar atë largimin e tyre të 82 vjetëve më parë. Shqipëria po përkujton me një serë aktivitetesh 82 vjetorin e gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë, duke theksuar kujtesën historike, drejtësinë dhe trashëgiminë kulturore çame. Java Çame nisi në kryeqytet me një simbol të fuqishëm kujtese. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vendosën gërmat e mëdha I Love Çamëria, që bën pikë reflektimi për qytetarët dhe vizitorët. Kryetari I Shoqatës Patriotike Çamëria, Lilian Idrizaj, në fjalën e tij theksoi se kjo datë është monument I rëndësishëm I ndeshimit historik për të gjithë shqiptarët. Kujtesa për Çamërinë nuk është vetëm e së shkuarës, por edhe detyrim për të ardhmen, tha ai. Aktivitetet e javës çame vazhdojnë me intensitet dhe do të kulmojnë me 29 qershor me homazhin e varrezat trëndafilat e Çamërisë në fshatin Klogjër të Sarandës, ku prehen eshtrat e rreth 2900 martirëve çam. Kuvendi I Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqatën Patriotike Çamëria organizoi veprimtarinë zyrtare përkujtimore me temën 82 vjetori I gjenocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. Po ashtu në Hotel Tirana Internacional u zhvillua një tubim sollem me pjesëmarrjen e deputetëve, studiosëve, përfaqësuesve të komunitetit çam dhe personaliteteve të jetës publike e akademike. Në këtë aktivitet u hap edhe një fotoekspozit me tabloide të zmadhuara në sallën Akrenia. Princi Leka e përshëndeti Akademinë Solleme duke shprehur mbështetjen për kauzën çame. Në vitin 1994, Kuvendi I Shqipërisë miratoi ligjin që shpall 27 qershorin, ditën e gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë nga shovinistët grek. Tragedia e vitit 1944, me 27 qershor 1944, nisi akti më tragjik I spastrimit etnik të Çamërisë. Forcat greke, pas takimit me Miftiun, kryetarin e bashkisë dhe drejtorin e arsimit të paramithisë, garantuan se nëse shqiptarët dorëzojnë armët, nuk do t'ju ndodhte gjë. Por paktin e thyen më njëherë, sapo hynë në qytet, ushtarët grek masakruan me qindra civil shqiptar. Gjatë operacioneve ushtarake dhe sulmeve ndaj popullsisë civile u vranë mbi 3000 shqiptar, ndërsa mbi 30.000 të tjerë, kryesisht musliman, u dëbuan në dhunë nga trojet e tyre. Popullsia shqiptare ortodokse u vunën në terrorin sistematik, në vrasje të Parisë dhe varje publike të trupave për 3 ditë e më shumë për të detyruar mohimin e identitetit kombëtar. Gjatë ikjes së dhimbshme drejt Shqipërisë, rreth 2400 persona, gra, pleqe, fëmijë humbën jetën nga uria, sëmundjet dhe vuajtjet e rrugës së gjatë. Kujtesa si detyrim. 82 vjet më vonë, përkujtimet në Tiranë dhe Sarandë rikthejnë në vëmendje jo vetëm tragjedinë, por edhe nevojën për njohje ndërkombëtare të gjenocidit çam. Kthimi I të drejtave, të pronësisë dhe respektimin e trashëgimisë kulturore, java çame nuk është vetëm homazh, por edhe një thirrje për drejtësi historike dhe unitet kombëtar. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alb TV USA, nga Hotel Tirana, Tiranë, Shqipëri, Bekir, Sina.